Me rastin e 7 marsit ditës së mësuesit, kreu i qarkut Shkodër, Edmond Ndo, priti në zyrën e tij arsimtar dhe artistë të njohur të qytetit që me kontributin e tyre të gjatë i dhanë aq shumë arsimit dhe kulturës shkodrane dhe shqiptare. Zef Çoba, Lindita Bushati, Bardhyl Hysa, Violeta Puka Paçrami, Prek Mrishaj dhe Arben Jubani u vlerësuan në këtë ditë për gjithë çka kanë bërë me punën e tyre. E ndaj këtë ditë të veçantë me ju sot, me personat të cilët besoj kanë vendosur një gur themelit në arsimin shqiptar, e nëpërmjet jush dua t'i përcjell urimet me të përzemër të gjithë arsimtarëve të qarkut Shkodër për t'i uruar këtë ditë veçantë. Misioni i edukatorit, i mësuesit është mision i shenjtë, është mision hyjnor. Megjithatë ndihem shumë mirënjohëse dhe respektuar nga ky takim dhe nga kjo ftesë që më është bërë. Unë jam një kontribues i arsimit por dhe kulturës në qytet, dhe ndoshta është më vështirë ta mbash se sa ta fitosh këtë. Fat i madh të punosh me fëmijë edhe të realizosh atë për çfarë ti punon. Në fjalën e tij, kreu i qarkut Shkodër, Edmond Ndo, u ndal më tej edhe tek vëmendja që po i kushtohet arsimit në Shkodër me investimet e nisura në disa prej institucioneve arsimore. Ai uroi që pasioni dhe përkushtimi i mësuesve të vazhdojë të shërbejë si frymëzim për brezat e rinj, duke theksuar rëndësinë e arsimit dhe të artit si misione jetike për shoqërinë.